Edhe këtu bëhet fjalë për mungesën e provave të pastrimit teknik nga ana e UÇK-s. Është kështu përgjigje, unë nuk kam prova apo dëshmi se UÇK ishte prapa kësaj dhe kam indikacione që provojnë të kundërtën. Pyetje në rregull, por dhunë në verë dhe vjesht të 99-s si një konflikt shumë personal mes fqinjeve për të cilin udhëheqja e UÇK-s nuk ishte përgjegjëse. Është kështu? Keni thënë këto në deklaratën tuaj, përgjigje po. Dhe pyetje, ju tregua dje një intervistë në PBS NewsHour thirrjet e UÇK-s për një shoqëri shumë etnike që ju keni vlerësuar si thirrje të sinqerte. Kam fjalën që të filloj me këtë, ju po flisnit për mungesën e provave të pastrimit etnik nga ana e UÇK-s. Është saktë, përgjigje saktë. Pyetje, shfaqim në ekran tani dokument në provë materiale 12387, është deklarat nga gazeta që quhet Shekulli. Nuk mendoj që mbrojtja tha që do ka treguar këtë, por ka një citim të tuaj në të, për të cilin duhet ju bëj pyetje. Dëshmitarët e tjerë janë pyetur lidhur me këtë. Ju po flisni me 14 gusht 1999 dhe në pjesën që na intereson neve thuhet Clark tha se udhëheqësit e UÇK-s kanë mbështetur thirrjet e tyre që serbët të qëndrojnë në rajon. Nuk do të drejtoj gishtin tek UÇK-ja, udhëheqësit e tyre ka qenë shumë bashkëpunues me neve në nivele të larta tha generali amerikan gazetarëve në shtabin në Selinë e Kforit. Disa zyrtarë ndërkombëtar thanë se UÇK-ja ishte në origjinë të këtyre sulmeve kundër serbëve dhe se kanë dëbuar 170.000 serbë nga Kosova. General, deklarata juaj që keni dhënë, siç raportohet tu, edhe këtu bëhet fjalë për mungesën e provave të pastrimit teknik nga ana e UÇK-s. Është kështu përgjigje, unë nuk kam prova apo dëshmi se UÇK ishte prapa kësaj dhe kam indikacione që provojnë të kundërtën. Pyetje në rregull, po kur thoni kjo në përgjigjen tuaj keni fjalën për pastrimin etnik, përgjigje po e referohem deklaratës ku përmendet se rreth 170.000 serb pretendohet të jenë dëbuar nga Kosova. Pyetje komentet tuaja lidhur me udhëheqjen e UÇK-s kanë të bëjnë me këto 170.000 serb, përgjigje saktë, që u larguan nga Kosova. Pyetja ime është pyetje që dua t'ju bëj, nuk kanë të bëjnë me dhunën në kuptimin e gjerë dhe të shpërndarë dhe djegjet e shtëpive dhe kështu me radhë në verë të 99-s në Kosovë. Dua të përqendrohem vetëm në mënyrën se si UÇK-ja ka shënjestruar për arrestime dhe mbajtjen e ndalim persona të caktuar. Artikulli tani mund të hiqet nga ekrani general. Ju përmendet se si rrallë herë keni marrë pjesë në takimet e Këshillit të Përbashkët për Zbatim. A e dini nëse kishte shqetësime që apo ai diskutuar shqetësime në këto mbledhje lidhur me arrestimet e bëra dhe mbajtjen në ndalim të bëra nga UÇK-ja. Përgjigje nuk më kujtohet. Pyetja e dini nëse UÇK-ja ka ardhur në KFOR për të raportuar ndonjë krim të kryer nga pjesëtarët e saj për të bërë hetime, përgjigje nuk më kujtohet.